Në vitet e fundit, sektori i ndërtimit në Tiranë ka njohur një përqendrim të dukshëm projektesh me vlerë të lartë në duart e një numri të kufizuar subjektesh, të cilat shfaqen paralelisht si përfituese të kontratave publike dhe si zhvilluese të projekteve private në zonat më të shtrenjta të kryeqytetit. Kjo përputhje nuk evidentohet nga një burim i vetëm, por del qartë kur krahasohen pagesat buxhetore, struktura e kompanive dhe lejet e ndërtimit të miratuara nga institucionet qendrore. Rasti Artur Caushajt bëhet i dukshëm pikërisht në këtë kryqëzim, ku të njëjtat subjekte juridike shfaqen me funksione të ndryshme, disa si operator ekonomik në procedura publike, disa si zhvillues ndërtimi dhe disa si kompani të blera dhe të riorganizuara në momente kyça. Analiza e këtij rrjeti nuk kërkon interpretime politike, por ndjekje kronologjike të fakteve, nga kontratat e financuara nga thesari i shtetit deri te projektet që sot materializohen në beton. LTE Construction ShPK është kompania e Artur Caushajt që mban marrëdhënien direkte me shtetin. Ajo është derahyrse e parave publike. Subjekti që firmos kontrata me Bashkinë e Tiranës, merr pagesa nga thesari i shtetit dhe shfaqet formalisht si fitues tenderësh. Të dhënat zyrtare të publikuara në spending.data.al tregojnë se përmes LTE Construction, Artur Caushaj ka përfituar pagesa buxhetore që të përkthyera në euro i afrohen 8 milionëve, kryesisht në procedura ku konkurenca është shuar artificialisht përmes kualifikimeve masive dhe vlerësimeve normale. Në këtë procedura emri Artur Caushajt nuk del rastësisht, por pikërisht aty ku 10, 12 a 15 kompani të tjera përjashtohen për arsye banale. Ndërsa LTE Construction mbetet ofertuesi i vetëm i vlefshëm duke garantuar fitoren dhe çmimin më të lartë. Kjo skemë e përsëritur disa herë nuk është gabim administrativ, por model funksional që i shërben drejt për drejt interesit financiar të Artur Caushajt dhe miqve të tij në politikë. Por paratë marra nga tenderët nuk qëndrojnë gjatë brenda LTE Construction. Ato zhvendosen tek kompania Guack Trust Construction ShPK, e ndërtuar me kujdes si instrument për fazën e dytë të procesit. Trust Construction është regjistruar me kapital 100 lek, një shifër që në çdo procedurë normale do ta përjashtonte automatikisht nga çdo projekt serioz ndërtimi, por që në rastin e Artur Caushajt shërben si mbulesë perfekte për të marrë leje ndërtimi për kulla 10 miliona euro. Trust Construction, nën kontrollin real të Artur Caushajt, ka marrë leje për ndërtimin e një kulle deri në 25 kate në një nga zonat më të shtrenjta të Tiranës, përballë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me miratim të Këshillit Kombëtar të Territorit. Një kompani pa kapital, pa histori financiare të qëndrueshme, pa burime të deklaruara financimi, por me akses të drejt për drejt në vendimarrje shtetërore. Ky fakt më shumë se çdo deklaratë politike tregon nivelin e mbrojtjes që gëzon Artur Caushaj në sistem. Kulla përballë ambasadës amerikane nuk është produkt i tregut të lirë, por rezultati një zinxhiri të qartë veprimesh ku Artur Caushaj përdor LTE Construction për të marrë paratë dhe Trust Construction për t'i kthyer ato në leje ndërtimi, duke ndarë procesin në mënyrë që askush të mos shoh pamjen e plotë. Në këtë skem shteti paguan institucionet heshtin dhe betoni ngrihet. Pjesa e tretë e kësaj strukture është Best Construction ShPK. Kompania që Artur Caushaj nuk e krijon vetë, por e blen, e ristrukturon dhe e fut në funksion. Best Construction ka qenë më herët e lidhur me rrethin e Mont Begos, personi dënuar në Itali për trafik droge, dhe më pas kalon në një ortakëri ku shfaqet Dionis Likometa, pronari i Bitex Refinery, kompani që përfiton vazhdimisht ankande shumë milionëshe nga El Petrol. Marrja e kontrollit nga Artur Caushaj ndodh përmes një serie veprimesh të shpejta, lirimi i pengut bankar, ndryshimi i pronësisë, riorganizimi i menjëhershëm i kompanisë, një skem që nuk përdoret për investime normale, por për pastrim, histori dhe riciklim funksioni. Best Construction shfaqet në ndërtimin e një tjetër projekti gjigant si Splendor. Edhe këtu Artur Caushaj nuk shfaqet si ortak pasiv, por si dirigjenti i procesit. Best Construction futet në rrjet për të zgjeruar kapacitetin e grupit, për të lidhur ndërtimin me interesa të tjera dhe për të krijuar një shtesë-mbrojtjeje, ku përgjegjësia shpërndahet por kontrolli mbetet i përqendruar. 3 kompani, një emër, një përfitues real. Artur Caushaj shfaqet në çdo fazë, në çdo vendim dhe në çdo përfitim. Nga tenderët e Bashkisë së Tiranës, te lejet e ndërtimit të KKT-s, te kulla që ngrihet në tokën më të shtrenjtë kryeqytetit, gjithçka mban gjurmën e tij. Kjo histori nuk ka nevojë për interpretime politike dhe as për justifikime teknike, por ka nevojë për një pyetje të vetme, të cilës institucionet nuk i janë përgjigjur kurrë. Si shndërrohen paratë e tenderëve publik të fituar nga Artur Caushaj në beton dhe tulla, pa kaluar asnjëherë në filtrat e kontrollit? Në listën e 24 dekorimeve me tituj të lartë, kryeministri Edi Rama çoi për dekretim në presidencë dhe emrin e zonjës Mimoza Dhëmbi, drejtoreshe e përgjithshme e buxhetit të shtetit në Ministrinë e Financave prej më shumë se 20 vitesh, me propozim të kryeministrit Edi Rama dhe dekret numër 454, datë 5 dhjetor 2025, nona e paprekshme e bëmave të buxhetit të shtetit, Mimoza Dhëmbi, është dekoruar me titullin e lartë Oficer i Urdhrit të Skënderbeut. Duke qenë se dekoratat në Shqipëri jepen si qoka apo ftesa dasme, nuk u bë qameti pse ju dha një dekorat edhe Mozës, e cila ka firmosur dallaveret me taksat e shqiptarëve në qeverit Berisha dhe Rama nëpërmjet koncesioneve, tenderve, fondeve fiktive të investimeve dhe pagave,
por është qesharak motivi i dekorimit të saj, në cilin Babloku i ka bërë këtë vlerësim. Zonjës Mimoza Dhombi Selmani i jepet dekorata oficeri i urdhrit të Skënderbeut për merita të veçanta dhe kontribute të qëndrueshme në shërbim të shtetit dhe interesit publik, zgjidhje eficiente në arbitrazhe dhe vendimarrje, duke dëshmuar gjatë një veprimtarie shërbimi mbi 20 vjeçare, aftësi dhe vizion strategjik në menaxhimin e financave publike. Është përqeshur e për të vënë kujën që moza e buxhetit të financave dekorohet për sukses në gjyqjet e arbitrazhit, ku Ministria e Financave dhe Qeveria kanë dështuar dhe humbur gjyqje ndërkombëtare me vlerë 310 milion euro. Moza e buxhetit u dekorua për aftësi, korrektësi dhe vizion strategjik në menaxhimin e financave publike, kur ajo ka firmosur buxhetimet dhe ka lejuar të vidhe rreth 1 miliard euro nëpërmjet koncesioneve dhe PPP-ve. Moza e financave u dekorua për sukses dhe zbatim ligji në administrimin e buxhetit të shtetit, kur në muajin korrik 2024 KLSH kërkoi shkarkimin e saj nga detyra dhe përjashtimin nga administrata publike për shkelje të rënda me miliarda euro në planifikimin e buxhetit të shtetit për investimet, lejimin e investimeve pa patur fonde, financimet e PPP-ve me vlera më të larta se kostot reale, abuzime në fondet e rindërtimit e të tjerë. Madje Mimoza e dekoruar me titullin oficer i urdhrit të Skënderbeut ka gjurmë abuzimesh financiare në fondet e investimit në sheshin Skënderbej, ndërsa SPAK e ka skeduar për koncesionet në shëndetësi, ndërsa Babloku e dekoroi sepse Mimoza Dhombi i ka firmosur dhe buxhetuar çdo aferë që ai ka bërë, duke hapur dhe derdhur thesin e buxhetit të shtetit në shkelje të ligjit për financat publike, sepse siç thuhet, edhe dhëmbët e saj kanë kafshuar llokmat në çdo aferë. Teza që SPAK mund të shkaktojë rotacionin politik, pra mund të rrëzojë Edi Ramën, është një nga më populloret prej kohësh. Po ashtu ka qarkulluar edhe teza se Altin Dumani është realisht lideri i opozitës shqiptare. Të dyja tezat në fakt qëndrojnë. Është e vërtetë se SPAK mund të ndikojë në rënien e kësaj mazhorance nëpërmjet hetimit të korrupsionit. Nga ana tjetër, këto hetime i kanë dhënë një popularitet të madh kreut të mandatit të dytë të SPAK, Altin Dumani. Në çdo sondazh të kryer deri tani, qoftë SPAK-u, qoftë vetë Altin Dumani, kanë një përkrahje të madhe popullore, si nga votuesit e mazhorancës, ashtu edhe nga ata të opozitës. I gjithë ky konsensus ka ardhur si pasojë e prekjes së të paprekshmëve nga Prokuroria Speciale, një operacion i shumë pritur nga publiku, i cili ka dhënë rezultate të rëndësishme për avancimin e statusit të Shqipërisë në kredenciale drejt Bashkimit Evropian. Por pyetja shtrohet, a mund të jetë SPAK një aktor në lojë politike në vend për të bërë të mundur zhbllokimin e ngërçit që ka krijuar qeverisja e gjatë e Edi Ramës? Këtu çështja komplikohet, sepse qoftë në qëllim, qoftë në praktik, e gjithë kjo përpjekje pozitive mund të kthehet në një bumerang të vërtet, jo vetëm politik. Ky konsensus publik ndaj kësaj pjese të drejtësisë që merret me të pushtetshmit do të merrte një kahje të ndryshme nëse për shembull Altin Dumani do të hynte në fushë si aktor politik. Nuk është as pak gjë e keqe, përkundrazi, është një e drejtë dhe ka edhe precedent ndërkombëtar në këtë aspekt. Por kjo zbritje në fushë do duhet të kryhet në mënyrë organike dhe jo si shfrytëzimi i pushtetit të drejtësisë. Nëse SPAK do të kthehej në një katalizator politik, do ta zhndërronte betejën politike në një përplasje gjelash, ku antikorrupsioni nuk është më synim, por mjet për të arritur diku. Pikërisht këtu do të kishim ngritjen e një makinerie balte tashmë të njohur, e cila mund të njolloste këtë herë jo Edi Ramën, por vetë SPAK-un. Rama nga ana e tij ka hyrë në fazën e plotë autokracisë ku nuk i bën gjë balta, por shkopi, lufta për ta njollosur është e humbur dhe ja ku jemi në mandatin e 4 të tij. Ikja e Edi Ramës nuk është më një mision i pamundur, nëse do të ketë përballë një rival që konkuron realisht dhe është alternative besuar politike. Por nëse përdoret një manovër jo parimore, mund të kemi jo rrëzimin, por forcimin edhe më të rënd të regjimit. Një eksperiencë e tillë është tashmë e njohur në Turqi me Erdoganin, por edhe në vende të tjera si për shembull me Orbanin në Hungari apo Aleksandr Vučićin në Serbi. Nëse SPAK-u përkatësisht drejtësia bën detyrën e saj në mënyrë të saktë dhe sa më të përmbushur në luftën kundër korrupsionit, fuqia dhe efekti do të jenë shumë më të mëdha se sa një manovër politike. Nga ana tjetër, ngritja e një opozite në Shqipëri duhet të bëhet në mënyrë normale dhe natyrale, pa shiri nga influencë që më pas do të dështojnë, ashtu siç kanë dështuar gjatë gjithë këtyre viteve. Antonio Di Pietro në Itali hyri në politik, por nuk arriti kurrë popularitetin që kishte si prokuror në Milano e Manipulite. Është e vërtetë që Di Pietro festoi rënien e qeverisë Berlusconi në vitin 2011, por vetëm pas 17 vjetësh, ndërkohë që vetë u largua pa lavdi, ndërsa Silvio Berlusconi, kur vdiq në moshën 85 vjeçare, pasi e kishte çuar partinë e tij sërish në qeveri, ju bë një funeral shtetëror. Megjithatë nuk është asgjë e keqe nëse një prokuror i SPAK, i cili ka një know-how të rëndësishëm për natyrën e pushtetit të Edi Ramës, vendos të zbresë në politik. Madje profili i një eksperti të mirë antikorrupsion në politik
mund t'jap një injeksion pozitiv në politikën shqiptare, por nëse kjo ndodh, kërkon një operacion linear dhe parimor në ndërtimin e një opozite dhe një ekipi alternativ, sepse në të njëjtën kuvert nuk mund të qëndrojnë njëkohësisht ata që hetojnë për korrupsion dhe ata që e kanë hetuar korrupsionin, jo sepse politika është vend shenjtorësh, por sepse një kartvizit që vjen nga garderoba e drejtësisë nuk pranon xhaketat 35 vjeçare të atyre që kanë vjedhur dhe grabitur Shqipërinë.